Policia e Tiranës ka finalizuar fazën e 4 të operacionit të goduar zonat, duke goditur një grup që merrej me shitjen e lëndëve narkotike në kryeqytet. Në pranga kanë përfunduar 4 persona, të cilët ishin në ndjekje për shpërndarje kokaine në zona të ndryshme të Tiranës. Efektivët e seksionit për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me forcat shqiponja arrestuan në flagrancë 3 persona në rrugën e Kavajës. Sipas hetimeve, ata siguronin sasi të konsiderueshme kokainë dhe më pas e shpërndanin në doza, kryesisht në zonat e njohura si Ishparku dhe Bryli. Gjatë operacionit u sekuestruan rreth 350 gram lëndë dyshuar narkotike kokainë dhe 2 peshore elektronike. Ndërkohë, një tjetër person u arrestua pasi dyshohet se shiste doza kokaine në disa zona të kryeqytetit. Në ambientet e subjektit ku ai punonte, policia gjeti dhe sekuestroi një sasi kokaine të ndarë në mbi 220 doza, si dhe një shumë parash që dyshohet se ishte përfituar nga ky aktivitet kriminal. Në total, gjatë operacionit u sekuestruan mbi 400 gram lëndë dyshuar narkotike kokainë, 4 telefona celular, 2 peshore elektronike dhe para kesh.